Ka ardhur momenti që të lidhemi sërisht live me kolegun ton, producentin ekzekutiv të sportit në Radio Televizionin e Kosovës, Artan Muhaxhiri, i cili gjendet në Itali, atje ku po i përcjell nga afër lojrat mesdhetare Taranto 2026. Mirëmëngjes, Artan, si je? Buongiorno, edhe son. Mirë, vale, ju të jeni. Buongiorno, Tano. Me Tano. Tano. Po besoj, ashtu të thonë. Mirë gjithka, jemi në kruzerin, apo në krotjerën cila i presë 4.000 sportist. Sot ka qenë lidhja edhe teknikisht pak më problematike, sepse ka arritur numri maksimal i atyre të akomoduara që veç sot dhe zyrtarisht fillojnë në lojrat. Në ditët e kaluara ka qenë më luks të qarkulloje televizje dhe madje edhe trafiku i internetit ka qenë më pak i ngarkuar, po pavarësisht kësaj duket që nuk kemi telashe teknike në realizimin e kësaj lidhje. Pak po, duket që janë kyç shumë njerëz në jetën kohën e internet edhe pak po ka një farë interferimi, po sa dhe që po dëgjohesh. Po besoj që nëse vazhdojmë kështu është në rregull. Ana, si po shkon gjithçka po? Shumë dobët. Si po shkojnë gjithçka, si ishte dita e djeshme në Itali atje, si e kemi përfaqësueset e Kosovës në disa prej disiplinave që do të marrin pjesë? Gjithçka ka shkuar mirë edhe dje në momentin kur e patëm lidhjen e drejt për drejt, ne ishim vetëm diku rreth 35 kilometra prej qendrës së Tarantos, në hapësirën ku është mbajtur asambleja përgjithshme e Komitetit të Ndërkombëtar të Lojrave Mesdhetare, në të cilën asamble, siç e tham, pritet të diskutojnë në mesin e pikave të rëndit të ditës edhe për çështjen e raportimit rreth ecurisë së përgatitjeve për Prishtina 2030. Në momentin kur ministri Blerim Gashani ka dalë për të bërë këtë raportim, pak momente madje para arritjes te kjo pikë, delegacioni nga Serbia e ka lëshuar sallën në shenjë proteste dhe pakënaqësie, duke mos u pajtuar me faktin që Prishtina qysh për vitit 2023 me 4 shtator të 2023-s e ka fituar të drejtën pas një konkursi ndërkombëtar për t'i organizuar lojrat mesdhetare të pas 4 viteve. Gjithsesi, në aspekte tjera ka shkuar gjithçka mirë. Prezantimi i ministrit ishte shumë i mirë edhe me slajde dhe gjithçka detajuar rreth ecurisë së përgatitjeve në të cilat po i bën Prishtina. Ishte edhe ministri tjetër, zoti Krasniqi, Elbert Krasniqi, që ishte pjesë e delegacionit së bashku edhe me kryetarin e komunës së Prishtinës, zotin Përparim Rama, dhe gjatë ditës së djeshme ka arritur edhe presidentja e vendit, Alberina Azju. Flitet që do të ketë edhe një vizitë në kampin e fshatit mesdhetar, në cilën vizitë do të mbetet të shihet nëse kjo vizitë do të ndodhë pas apo para ceremonisë së hapjes që është planifikuar gjatë ditës së sotme. Në aspektin sportiv, dje kanë nisur garat, kurse në aspektin zyrtar, garat nisin sot, në fakt eventi nisë sot me ceremoninë e hapjes, sepse edhe në datat e paraqitura të Taranto 2026 shkruhet 21 gusht deri më 3 shtator. Po organizatorët që ndodhen në lojrat olimpike dhe në lojrat e eventet të tilla të ngjashme kanë zhvendosur disa gara për të shkarkuar agjendën e ngjeshur, i kanë zhvendosur edhe 1 apo 2 ditë para fillimit të zyrtar të këtyre lojrave. Dje është paraqitur volejbolli në të dyja xhinit, është paraqitur kombëtarja e djemve që ka humbur 3-0 nga Greqia në një lojë të dominuar nga grekët, kurse ndryshe ishte storia e mbrëmjes ku kombëtarja jon nuk pati definitivisht fat të vajzat që t'i merrte madje 2 sete. Në setin e parë ishte 25-24 për Kosovën dhe veç mungesa përvojës pesha që këto volejboliste e kanë për herë të parë në këtë prezantim, në këtë debutim në lojrat mesdhetare, bëri që ato të mos e menaxhojnë këtë situatë mirë dhe setin e parë humbën 27-25, dhe seti i dytë ishte 25-21, prap një set i ngushtë që jep shpresa se sot do të ketë një prezantim më të mirë. Pra volejbolli do të jetë ai që sot do ta ketë në të njëjtën palestër fjalën kryesore, me vajzat që veç janë nisur pak çaste më herët drejt palestrës për të takuar me Algjerin,
sot do në zemër pritet fitore ndaj Algjerisë për t'i arkëtuar pikat e para dhe fitoria e parë ndonjëherë në një sport ekipor që mund të regjistrohet nga ekipet kosovare. Sot prezantohet edhe ekipi i kajakut me Balideman dhe Deçanin, me Fleta Deçanin, të cilët do të prezantohen në disiplinën e kajakut, një disiplinë relativisht e re, po që e kemi parë edhe në liçenin e Batllaves përmes manifestimeve të ndryshme, po promovohet si sport dita ditës. Vëmendja jonë sot do të jetë kryesisht të ceremonia hapjes. Aty e kemi vëmendjen tonë dhe momentin kur do të vijë sipas renditjes alfabetike edhe rendi i Kosovës që të shohim. E kam thënë edhe dje, një risi që do të jetë është se në të kaluarën delegacioni ka qenë shumë i ngushtë, po në lërat mesdhetare lejohet edhe që stafi tjetër administrativ, por edhe pjesa e gazetarëve të jenë pjesë e delegacionit gjatë ceremonisë dhe kjo do të jetë edhe personalisht për ne një përvojë kryesisht e re për të bërë ata hapa në momentin e defilimit gjatë ceremonisë së hapjes. Në prani të krerëve të shtetit pritet këtë kjo të ndodhë dhe uroj që këtë jetë një moment frymëzimi për secilin prej sportistëve që janë pjesë e ekipit të Kosovës, 87 djemë dhe 76 vajza që e përfaqësojnë Kosovën. Sigurisht, gjitha këtu do t'i transmitoj Radio Televizioni Kosovës si transmitues ekskluziv i lojrave mesdhetare Taranto 2026. Pritet sigurisht një orar shumë i ngjeshur i redaksisë sportit për një punë palodhshme sigurisht që do t'a bëjnë gjatë këtyre ditëve me gjitha ndeshje që do të gjitha sportet që do të transmitohen direkt në RTK. Bëhet një orari për... Po, dje ka pasur vetëm një sarim në publikun, sepse dje ishte planifikruar që të transmetuohet në RTK 4 ndeshja voleybollit Kosova-Greqia të vajzat, ka ku i telaseve teknike të ekipit këtu në Itali. Do në zemër, italianët nuk kanë qenë në 100% në përgatitjeve të tyre dhe akoma nuk janë. Dhe kjo është pak shqetësuese sepse telaset janë shfaqur edhe në procesin e akomodimit të ekipeve, janë shfaqur në procesin e transportit nga aeroporti deri këtu. Këto telashe të njëjta teknike u shfaqën edhe dje në inxhinierët të cilët nuk kanë arritur të sigurojnë sinjalin për gjithë transmetuesit që e kishin bërë booking, e kanë rezervuar sinjalin për ndeshjen në Kosovë-Greqi. Dhe kërkojnë ndjesë për këtë për shikuesit që dje kanë humbur një rast që të shohin një ndeshje pa fajin ton me komplet atë që e ka marrë përsipër edhe organizatori dhe ne jemi adresuar dhe Unionit të Transmetuesve Evropian që është pas broadcaster në shqetësimet tona rreth lëshimeve që i kanë patur në aspektin teknik me dëshirën që këto në ditët vijuese të përmirësohen. Mirë, Artan, unë kësha doshtë më nëllë pak edhe djetë aktiviteti i djeshëm që ishte, pra që e përmende, ku ishte edhe fjalimi i ministrit Gashani, edhe mandej pati ato reagime cilat i përmende, po isha ndollë të ato zotimet që po i merë Kosova pra për i ka marrë tashmë sigurisht edhe jemi në fazën kur duhet të bëhemi gati në këtë periudhë dhe të organizojmë në mënyrë më të mirë të mundshme, të organizojmë këto lojra mesdhetare në Prishtinë, edhe në qytetet tjera të Kosovës, por edhe në Durrës pra në vitin 2030. Qa u tha, cilat janë ato thekset kryesore nëse mundesh me na tregu diçka pra? U prezentua aspekti infrastrukturor rreth përgatitjeve të cilat janë bërë rreth infrastrukturës, kur themi për infrastrukturën nuk kuptohet bukfalisht vetëm aspekti i objekteve sportive, po në infrastrukturë përfshihen edhe segmente të ndryshme rrugore, të cilat janë të parapara në investimin e organizimit të këtyre lojrave, po ashtu u folë edhe për çështjet teknike, çështjet e prezantimit vizual të këtyre lojrave, përfshirë edhe hapjen e website-it dhe u potencua dhe ligji për lojrat që ka kaluar në parlament dhe është aprovuar. Disa segmente të cilat do të jenë si trampolin për proceset e më të thjeshme dhe ndihmes në çdo që do të ndodhë në të ardhmen si pjesë e zinxhirit organizativ. Formimi i komisioneve ndërinstitucionale nga zyra e kryeministrit vetë kryeministri, pastaj përfaqësuesit e ministrive të përfshira, përfaqësuesit e komunës së Prishtinës dhe të Komitetit Olimpik,
janë pjesë e task force-s së madhe që merret me organizimin dhe dje u pa një entuziazëm bukur i mirë te ajo që ka prezantuar te Kosova, sepse paralelisht me Kosovën u bë edhe prezantimi i lojrave mesdhetare në rër që i organizon Portugalia në 2027 dhe pa modesti po them që duartrukitjet i mori më tepër Kosova, madje prezantimi i ministrit Gashani ishte aq i plot saqë në hapësirën e dedikuar për pyetje dhe përgjigje, duke shtuar në fund a ka dikush pyetje, nuk pati asnjë pyetje shtesë, sepse ulat të nuk kuptohet se gjithçka ishte thënë gjatë një prezantimi përmes slajdeve në aspektin vizual dhe gjithçka që pritet të ndodhë në Prishtinë. A jemi vonë? Kam përshtypjen që në disa segmente jemi vonë dhe do të lëvizim, prandaj 4 vjet janë sikur nesër për një organizim të tillë dhe po shohim këtu në Taranto vonesat cilat i kanë, vonesën me ardhen e një prej anijeve, vonesa në akomodim, vonesat në aeroport dhe deri te problemet që i përndësova dhe më herët që lidhen drejt për drejt me transmetuesin publik, problemet me sinjal, të gjitha këto janë një mozaik cilat duhet t'i shënojmë në një task list dhe të i evidentojmë për të mos na u përsëritur neve në mënyrë që vërtet organizimin në Prishtinë ta kalojmë në një nivel tjetër. Mirë, nuk i di nëse ka diçka tjetër, sepse sigurisht do t'jesh bashkë edhe për gjatë ditës, por edhe sigurisht me emisionet e sportit që do t'i transmitosh të gjitha të rejat nga Italia për shikuesit e radio televizionit Kosovës. Unë po besoj që është një eksperiencë shumë e veçantë edhe për ty personalisht kjo ngjarje, edhe ka me mbet një prej kujtimeve më të bukura të karrierës, pse jo? Po, absolutisht po, me që duket nga njerë këto paraqitjet statike me një karrierë nuk e japin komplet imazhin e një ambienti fantastik ku jemi, pra ne do të mundohem nesër, nëse na permeton koha por e aspekti teknik në vizur dhe për të gjatë bisedës tonë të bëjmë një përshkrim për ta parë njerëzit se çfarë anije gjigande është, me 4.000 veta të akomoduar këtu dhe për ta parë disa prej sektoreve që janë më të rëndësishëm të brenduar në frymën e lojrave mesdhetare dhe kësaj që disa detaje që nuk shihen në transmetimet televizive t'i ofrojmë përmes këtyre lidhjeve të drejtë për drejta. Por edhe gjatë kohës apo bisedojmë na gjithë kohës, po e mbulojmë edhe bisedën njëra në anë me pamje që po i dërgojnë vazhdimisht nga atje, kështu që po e kemi pak një ide se çka po zhvillohet atje. Megjithëse do të ishte shumë interesant sigurisht edhe për neve me po çatë eksperiencën e asaj anijës gjigante. Që realisht po e them edhe një funksionon si një qytet i tërë organizuar ku ka gjithçka brenda, apo jo? Edhe në mënyrë më ekskluzive të mundshme. Mirë, ata sigurisht kemi me u dëgju prap, ky punë mbar, edhe ekipet e Kosovës, ekipeve në përgjithësi të Kosovës, shumë suksese në këto sfida, në këto gara që i kanë përpara. Një paraqitje sa më të mirë, po. Faleminderit shumë, po. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Zona Agrat. Gjithë mirë ata. Është gjithmonë kënaqësi.